Brad Pitt dhe Angelina Jolie festuan fejesen me një udhëtim së bashku me fëmijët në ishujt e egzotik Galapagos. Mësohet se familja po qëndron në një vilë ku do të kaloj disa ditë. Ata përdorën një avion privat dhe një jahtë luksoz për të shkuar në rezortin Royal Palm, ku po kalojnë pushimet. Ndërkaq të tjera detaje zbulohen rreth kësaj ngjarjeje. Mësohet se Jolie ka qarë kur Pitt i ka propozuar dhe i ka dhuruar unazën me diamant me vlerë $250.000, për dizenjimin e së cilës ju desh një vit kohë. Ajo kishte shmangur tapetin e kuqe pas incidentit kur një grua e spërkati me miell. Megjithatë, Kim Kardashian nuk mund të qëndronte larg vëmendjes së mediave për shumë kohë. Ajo u shfaqur në formë kur mori pjesë në një parti të zhvilluar në Los Angeles. Bukuroshja 31 vjeçare kishte veshur një fustan gri dhe ngjante një sirene të argjend. Fustani i dizenjuar nga Catherine Malandrino ishte kombinuar me këpucë me taka ngjyrë roz Kazadej. Flokët e mbledhura bisht nxirrin më tepër në pa fytyrën e saj të freskët. Miranda Kerr, përveç se modele elegante, është edhe një tip sportiv. Bukuroshja e Victoria's Secret ka pozuar për fushatën e re të kompanisë Reebok për atletet i Ziton. 28 vjeçaria që thotë se yoga dhe noti janë sportet e saj të preferuar të kohës së lirë, habiti fansat me fotot e reja për aftësitë e saj prej gjimnasteje. Reklama e re u realizua në Gjermani. Atletet ishin shoqëruar me veshje sportive. Miranda rrëfeu edhe sekretin për pamjen e saj të mrekullueshme. Unë jam në formë pasi vazhdoj të ushqehem në mënyrë të shëndetshme dhe dal në natyrë. Nuk kam ndonjë sekret të veçantë. Nuk besoj se duhet të jemi shumë të ashpër me veten. Unë eci, bëj yoga dhe mbaj veshur atletet Easy Ton, kudo që shkoj. Kështu e mbaj trupin tim në formë, deklaroi modelja. Nuk jam shprehur kurse nuk i dua fëmijët, kështu u shpreh aktoria Cameron Diaz, e cila për herë të parë foli për dëshirën për të pasur një fëmijë. 39 vjeçaria tha se nuk ka hequr dorë nga dashuria. Roli një nëne në filmin What to Expect When You're Expecting duket se ka zgjuar tek Diaz dëshirën për të patur edhe një fëmijë të vetin. Në një intervistë për revistën In Style, aktoria tha se shoqëria bën presion ndaj femrave, që ato të mendojnë se jeta e tyre duhet të shkojë në një drejtim të caktuar. Unë ende nuk kam fëmijë dhe se di ç'do të ndodh në të ardhmen në jetën time, tha aktoria që ka pasur një seri lidhjesh, mes të cilave ato me aktorët Matt Dillon dhe Jared Leto, apo dhe Justin Timberlake. Ajo thotë se nuk i beson shijeve të saj që ndryshojnë për meshkujt. Nuk besoja se do të dilja ndonjëherë me djem që sapo përmenda, u shpreh Diaz.